Koalicioni vlen edhe mëtej nuk kanë ndërmarrë hapa konkret për shkrirjen në një parti të vetme politike. Kjo shkrirje është paralajmëruar qysh pas zgjedhjeve parlamentare, por edhe pas zgjedhjeve lokale. Koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit, Bekim Qoku, thotë se liderët takohen dhe diskutojnë shpesh mbi këto tema dhe ka një harmoni pozitive. Bashkimi dhe njësimi thotë se do të ndodhin shumë shpejt. Ka një lloj konsensusi, ka një lloj harmonie që duhet me theksu gjithmonë se është një lloj harmonie e lëvdrueshme në brenda Vlenit pra liderët. Dhe një forma se si këtu është e diskutueshme, pra si të jetë një formë e cila do amortizoj në mënyrë maksimale pakënaqësitë e bazave të partive të ndryshme dhe ky lloj tranzicioni që do kaloj nga një koalicion shumë partijak në një njësim, dua të them, se ne jemi të unifikuar. Në tavolinë janë dy opsione, njoftoi ushtrues detyre kryetari i ri i Alternativës Bekim Sali. E para rotacion i 2 kryetarëve dhe rotacion i 4 kryetarëve. Për Alsat, Sali thot se opsioni më i mirë do të ishte propozimi i ish kryetarit të Alternativës Zeqiria Ibrahimi, që kryetarët të nderohen çdo vit. Po mendoj se kjo është verzioni më demokratik, më i kapshëm për gjithë, më gjithëpërfshirës, nuk përjashton asnjë nga faktorët politik brenda Vlenit, respekton të gjitha strukturat, pa marrë parasysh në çfarë niveli të formimit politik janë apo të organizimit politik janë grupet e ndryshme politike. Kështu që për shembull, ne kemi strukturim në gjithë territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut, organizatë tjetër politike nuk ka shtrirje, por ne respektojmë të gjitha faktorët që janë brenda Vlenit. Gjithashtu javë më parë kreu i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, theksoi se ideja është që Vleni si parti të ketë vetëm një kryetar, megjithatë vendimet të merren në kuadër të një organi të quajtur presidencë, i cili do të përbëhej nga eksponent të lartë nga partitë përbërëse. Kjo do të parandalonte që në të ardhmen kryetari të mos mund ta rrëmbej partinë dhe të përjashtojë të tjerët.